Ebu Bekr Siddik, radiallahu anhu, njeriu i së vërtetës, shoku i dritës, shtylla e Islamit. Ebu Bekr Siddik, radiallahu anhu, emri i vërtetit të cilit është Abdullah ibn Ebi Kuhafe, u lind në Mekë në vitin 573 pas lindjes së Isait a.s. 2 vjet e 6 muaj pas Muhamedit a.s. Ai ishte nga fisi i madh Quraysh, nga Dega Benu Tejm. Familja e tij ishte e respektuar për ndershmëri dhe mençuri, por nuk kishte ndikim të madh politik apo ushtarak. Që në fëmijëri Ebu Bekri ishte i njohur për butësinë dhe maturinë. Ai ishte i sjellshëm, i qetë, i ditur dhe i urtë në fjalë. Që në moshë të reja i lidhi marrëdhënie me shumë njerëz të rëndësishëm të Mekës dhe ishte ndër të paktët që nuk adhuruan kurrë idhuj, kur shumica e Qurayshve ishin të zhitur në politeizëm dhe rituale të kota. Ebu Bekri radiallahu anhu refuzonte të përkulej para statujave prej guri. Ai ishte prej Hanifëve, një grup i vogël që ende besonte në një Zot të vetëm dhe kërkonte fenë e Ibrahimit a.s. Përveç kësaj, ai ishte tregtar i ndershëm dhe i suksesshëm. Udhëtonte shpesh për tregti në Yemen, Sham dhe rajone të tjera. Në këto udhëtime ai fitonte jo vetëm pasuri, por dhe dituri. Ishte një si thjelli i gjenealogjisë së arabëve, një njeri me cilësi të ralla etike. Për shkak të sjelljes së tij të mirë dhe drejtësisë, ishte shumë i dashur dhe i respektuar në shoqërinë mekase. Kur pejgamberi Muhammed a.s. mori shpalljen nga Allahu në moshën 40 vjeçare dhe nisi ta përcjellte atë me kujdes të njerëzit më të afërt, ai shkoi me një herë te miku i tij ngushtë Ebu Bekri. Ai nuk kishte nevojë për argumente apo prova të gjata. Pa dyshuar asnjë çast, ai tha: "Unë dëshmoj se ti je i dërguari i Allahut." Kështu ai u bë burri i parë që pranoi Islamin dhe u rendit ndër 5 muslimanët e parë në histori. Ky besim i menjëhershëm dhe i thellë ishte dëshmi e sinqeritetit dhe njohjes së tij për karakterin e pejgamberit Muhammed a.s. Prej atij momenti ai u bë mbrojtësi më i madh i Islamit dhe më i afërti i të dërguarit të Allahut. Ai e shoqëroi pejgamberin a.s. në çdo thirrje, në çdo vuajtje dhe në çdo triumf. Një nga veprat më madhështore të tij ishte përkushtimi me pasurinë. Ai nuk e kurseu asgjë për Islamin. Ai e përdori pasurinë e tij për të çliruar sklever që ishin torturuar për shkak të besimit të tyre. Ai liroi me dorën e tij Bilalin radiallahu anhu, i cili më vonë do të bëhej muezini i parë i Islamit që do thras ezanin. Ai gjithashtu liroi edhe Amr ibn Fuhaira, Zein ibn Dehinne dhe të tjerë që ishin në shtypje. Kur u shpall Islami publikisht dhe filluan përpjekjet e Qurayshve, Ebu Bekri ishte në ballë të mbrojtjes. Ai një herë shkoi me guxim në Qabe dhe mbrojti pejgamberin a.s. me trupin e tij, duke u rrahur aq shumë nga politeistët saqë fytyra e tij u fry dhe u bë e parinjohshme. Edhe në ato kushte ai pyeti vetëm: "A është mirë i dërguari i Allahut?" Në vitin e hijretit kur pejgamberi a.s. u urdhërua nga Allahu të shpërngulej nga Mekka për në Medinë, ai zgjodhi si shok të udhëtimit të tij Ebu Bekrin radiallahu anhu. Udhëtimi i tyre drejt shpëtimit është një nga momentet më të fuqishme të historisë islame. Kur armiqtë ndoqën deri në hyrjen e shpellës theu, Ebu Bekri, duke qenë njeri u shqetësua jo për veten, por për jetën e të dërguarit. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha: "La tahzan inna Allaha ma'ana." Mos u brengos, mos u trishto, Allahu është me ne. Surja Taube, ajeti 14. Pasi arritën në Medinë, Ebu Bekri u bë ndihmës i madh në ndërtimin e shtetit islam. Ai ishte prezent në çdo betejë madhore në Bedër, Uhud, Hendek dhe Tebuk. Ai luftoi me guxim dhe përkushtim. Në Tebuk ai i dha pejgamberit alayhis salam gjithë pasurinë e tij. Kur u pyet çfarë kishte lënë për familjen, ai tha: "Allahun dhe të dërguarin e tij." Ai u zgjodh gjithashtu për të shoqëruar pejgamberin në udhëtime fetare dhe zyrtare. Dhe në shumë raste pejgamberi alayhis salam e la zëvendës në Medinë. Në vitin e fundit të jetës së pejgamberit alayhis salam, kur ai u mori rënd, ai urdhëroi që të udhëhiqte namazin. Ky ishte një tregues i qartë se Ebu Bekri do të ishte pasuesi i tij në udhëheqje. Në shtratin e vdekjes, pejgamberi alayhis salam tha: "Kush ka më shumë mirësi ndaj meje në pasuri dhe ndihmë se Ebu Bekri? Po të merrja dikën si mik të afërt përveç Allahut, do të kisha marrë Ebu Bekrin, por ai është vëllai dhe shoku im." Pas vdekjes së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, ummeti ra në një tronditje të thellë. Disa refuzuan ta besonin vdekjen e tij. Ebu Bekri u ngrit dhe mbajti një fjalim që e ktheu ummetin në vetdije. "Kush adhuron Muhamedin, ai ka vdekur, por kush adhuron Allahun, jeni se ai është i gjallë dhe nuk vdes kurrë." Pastaj lexoi ajetin nga surja Ali Imran 144. Më pas ai u zgjodh me konsensus si halifi i parë i muslimanëve. Sfida e parë që përballoi ishte refuzimi i zakatit nga disa fise dhe shfaqja e pejgamberëve të gënjeshtër si Musejlemet tul Kedhab. Ai qëndroi me vendosmëri duke thënë: "Pasha Allahun,
edhe nëse më ndalonin një litar që ja jepnin të dërguarit dhe tani e refuzojnë, unë do të luftoj kundër tyre. U organizuan luftat e Riddes dhe ai dërgoi ushtar të fuqishëm si Halid ibn Velidi, që i shua të gjitha kryengritjet. Në kohën e tij nisi edhe mbledhja e Kuranit në një vellim të vetëm. Për shkak të rrezikut që shumë hafiz u vranë në betejën e Yemames, ai ngarkoi Zeid ibn Thabitin për këtë detyrë dhe kështu u ruajt Musafin në mënyrë të sigurt. Pas 2 vjet e 3 muaj udhëheqje, Ebu Bekri se muret të rënd. Në momentet e fundit ai shpreh dëshirën që halifatin t'ia dorëzoj Umir ibn Hattabit radiallahu anhu. Dhe kjo miratuat nga sahabët. Ai thot: kam zgjedhur për ju më të mirin që kam ditur. Pastaj kthehet drejt Allahut me përulësi, duke shpresuar në mëshirën e tij. Në fund ai la amanetin e tij dhe varrosej pranë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu ndodhi. Ai u varros pranë shokut të tij në dhomën e Aishës, duke ndarë vendin në këtë botë dhe në botën tjetër me mikun më të dashur. Ebu Bekri ishte mishërimi i përulësisë, i sinqeritetit dhe besnikërisë. Ai e deshi Islamin me zemrën dhe trupin e tij. Ai ishte themeli mbi të cilin u ngrit ummeti Muhammedit alayhis salam. Ai ishte njeriu që kur pejgamberi alayhis salam e pyeti kush e do më shumë shoqërinë time, përgjigjja ishte vetëm një emër, ishte emri Ebu Bekr es-Siddik radiallahu anhu.